Po patjetër, po pyetjen u bëra në kuadër të edhe të rastit të më falni, të Mark Rosinit, i cili është i njohur si mik dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish zyrtarit lart FBI-s Charles McGonigal, pra Mark Rosini, i cili është falur nga vetë presidenti amerikan Donald Trump. Pra në një farë mënyre ekzistojnë dhe lëvizje të tilla politike pavarësisht të implikimeve që mund të kenë në rastin e çështjes së Charles McGonigal, sepse vetë ish agenti i FBI-s, pra siç e thash, është falur me dekret nga presidenti amerikan. Nuk e kam të informacion, tashmë e mora nga ju. Nuk e di me shumë detaje këtë dosje që të flas me kompetencë të plot, por nëse ky ka qenë një agent i cili po kryente një dënim apo ka marrë dënim në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ky është një dënim i cili është falur në kuptim të vuajtjes së dënimit. Pra, siç kemi ne faljen nga ana e presidentit të Republikës për personalitetet të cilat vuajnë dënimin për në një burg të zakonshëm apo sigurisë lartë e tjera me radhë, pra ne kemi një sër shkaqer për cilat presidenti i Republikës mund të japi, mund të nxjerrë një dekret falje. Kështu që besoj edhe në këtë rast ne kemi të bëjmë me falje nga vuajtja e dënimit, por nuk do të thotë që ai nuk quhet i dënuar apo nuk është i dënuar, pra dënimi mund të jetë edhe një dënim me gjop nga një gjykatë apo një dënim me kusht, se për vetë ndikimin e shumë faktorë të tjerë, siç ne e kemi edhe në legjislacionin ton apo në kodin penal, ku kemi pezullim të ekzekutimit të vendimit, por kjo në aspektin politik mund të jetë një dëm shumë i madh, pra në marrëdhënie që mund të kenë dy vende me njëra tjetrën, sepse ka cënuar sigurinë kombëtare, nuk mund të them dot me kompetencë se çfarë kanë kryer dhe çfarë realisht është dëmtuar Shtetet Bashkuara nga ky ndikim për agentin McGonigal, pra duhet parë dhe dëmi që i ka ardhur sigurisë së Shtetet Bashkuara të Amerikës apo qeverisë amerikane nga ky ndikim apo korruptim që i është bërë, pra kjo i përket drejtësisë amerikane. Megjithatë, edhe kjo mundet të ketë ndikuar, sepse fakti që ai ka falur dikë që është dënuar, pra agent lidhur me këtë vendimarrje, besoj edhe ndoshta ka edhe ndikim për zotin Rama dhe për të ftesë ose pengesë që zoti Rama mund të ketë patur për shkak edhe të çështjes për cilën është në Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhur me këtë ndikim. Kështu që ndoshta edhe kanë lidhje të gjitha bashkë. Pra mund të jetë edhe një risi, megjithatë Shtetet Bashkuara, ashtu sikurse edhe vende të tjera, kur vjen puna për çështje madhore, marrëdhëniet mes shteteve, pra bashkëpunëtorët, partnerët që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata bëjnë kompromise gjithmonë në interes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra interesi kombëtar është prioritet kryesor në marrëdhëniet që ata vendosin me shtetet e tjera apo me përfaqësuesit e tjerë. Ne kemi parë nga gjithë historia, pra paktën kaq sa ne kemi mundësi, pra kemi filluar që të kuptojmë marrëdhëniet që ka Shtetet Bashkuara, ne po të shikojmë ka pasur marrëdhënie edhe me vetë Bin Ladenin, për cilin u kthye armik, ka qenë personi për të cilin Shtetet Bashkuara kanë investuar që atë ta hidhin kundër agresionit rus në Afganistan. Apo kemi rastin e Siris, liderit Siris. Pra, ai ishte lideri i ISIS, edhe kur erdhi puna u fal nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shkoi në shtëpinë e Barë. Pra, janë marrëveshje të cilat bëhen gjithmonë për interesa më të mëdha. Pra, kur vjen puna tek marrëdhëniet e jashtme, ata shikojnë gjithmonë interesin kombëtar. Dhe këtë duhet ta shikojë dhe besoj shikon çdo shtet, por ku ka shtete të cilat nuk kanë një fuqi të
të madhe ekonomike, ushtarake apo qoftë edhe për sa i përket popullsisë, atëherë janë të kushtëzuara nga këto rrethana dhe nuk mundet që të imponojnë ata lidhur në marrëdhënie që kanë me vendet e tjera. Në këtë rast, a kemi të bëjmë me një kompromis apo mbyllje sysh kundrejt asaj që ndodh me qeverisjen e kryeministit Edi Rama në Shqipëri, por edhe me apelin e vazhdueshëm që kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të luftuar kartelet e drogës dhe krimin organizuar. Dhe nga ana tjetër mbështetje si e ka dhënë SPAK-ut për të goditur në nivelet e larta sa i përket korrupsionit, por edhe krimit organizuar të lidhur me politikën. Atëherë Shtetet e Bashkuara patjetër që këto i kanë prioritetet e tyre. Pra kur vjen puna tek çështja e drogës, pra kjo besoj është nga ato probleme për cilat ajo ka në mënyrë të vazhdueshme, por në thelb nuk ka çështjen e drogës se sa përfshirjen e organizatave kriminale në qeverisi apo qoftë edhe në ndikime të tjera lidhur me zgjedhjen e përfaqësuesve, futjen e tyre në politikë, vendosjen e vendosjen se kush do t'i marrë punët publike, pra e ka në këtë kuptim, dhe në këtë pra ky mesazh është i tillë, ndoshta kemi një, le të themi, përbetim apo një lloj falje edhe të zotit Rama, ndoshta ai është fajsuar lidhur me gjithë këto veprime që kanë ndodhur, që nuk është se janë bërë se ai ka dashur, por nuk i ka të gjitha gjërat në kontroll, dhe nuk e dim se çfarë komunikimesh ka ai me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe natyrisht që ata vazhdojnë me të njëjtin ritëm. Ndoshta edhe zoti Rama kjo i ka dhënë një kartë tjetër që do të thotë ai lidhur me mbështetësit e vet, pra ne e dim si funksionon dhe si mund të vijë një parti këtu në pushtet, si do ta shes këtë lloj karte politike me ç'duket. Unë jam në rregull që ju mund ta merrni këtë punkt të tender të kështu, po jam i survejuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kam ç'a bëj. Kështu që kjo ndoshta është diçka pozitive edhe për gjithë qytetarët e tjerë apo për vendosjen e shtetit në shina, në binar dhe në vendosjen edhe të parimeve për cilat ne i kemi miratuar në kushtetut apo dhe në ligje, kjo është gjë pozitive. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk është se tolerojnë nga devianca, pra ata të paralajmërojnë, të thonë me të mirë, siç ka bërë shpeshherë dhe pastaj kryejnë veprime që ne i dim se çfarë ndodh. Po në këtë rast, a mendoni se kanë toleruar Edi Ramën duke qenë se ai dyshohet se ka korruptuar ish agentin e FBI-s Charles McGonigal për të lobuar në mënyrë që të godiste opozitën, dhe nga ana tjetër ka pritur në zyrë një eksponent të kartelit Sinaloa, siç ishte në rastin e Luftar Hysajt, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës e vendosën nën sanksione. Patjetër që edhe këto janë elementë të cilat ndikojnë edhe te këto deklarata që zoti Rama, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë. Patjetër që ata nuk duan që të cënohet, të cënojnë interesat e tyre, por nuk e dim se çfarë zoti Rama është justifikuar, qoftë edhe me takimin e zotit Ysaj, i cili ka bërë në zyrën e zotit Rama, dhe ai mund të jetë justifikuar me argumentin që unë kam pritur një investitor i cili ka ardhur në Shqipëri si shqiptar, i cili do të investojë dhe unë pres këdo në zyrën time, këdo qytetar shqiptar, dhe unë nuk e di se çfarë backgroundi ka ai apo ka marrë sankcion, se besoj ai sankcionin duhet ta ketë marrë pasi ka dalë nga zyra e zotit Rama, nuk e ka marrë përpara. Kështu që këto janë gjëra të cilat do sqarohen me kalimin e kohës, edhe kjo puna e bordit do sqarohet, dhe por është një hap pozitiv që do të thotë do ketë paqe, do ketë një kontribut shumë të rëndësishëm për paqen në Gaz apo në lindjen e mesme dhe për rindërtimin
atyre territoreve që janë shkatruar nga lufta. Zoti Duar, edhe e pyetje fundit, shumë kush shprehet se Edi Rama nuk po rregullon dot Shqipërinë të paktën në 13 vite qeverisje dhe mbeti për të qeverisur gazën dhe administruar gazën? Tani duam zuam ne, ai është përfaqësuesi i shtetit tonë. Pra, kur vjen puna te përfaqësimi ndërkombëtar apo te kontributet që kanë ndër vite qeverit, pra jo të gjithë popujt janë të kënaqur dhe ne nuk jemi të kënaqur për shumë gjëra për të cilat janë bërë publike, kanë shkuar keq dhe patjetër që ai ka përgjegjësinë e tij si kryeministër, por ai është përfaqësuesi i shtetit tonë. Pra, nëse ne do të merrnim rastin e Gërdecit në vitin 2008, pra në mars të vitit 2008, kur një ditë përpara apo 2 ditë, nuk më kujtohet, pra përplasi një, le të themi, ajo ka qenë një repart ushtarak për demontimin e armëve, dhe të gjithë ne mendonim që ne nuk do futeshim në NATO. Pra ka qenë në Bukuresht, samiti i Bukureshtit, ku një vit më pas u bëm pjesë e NATO-s, po. Pra ne morëm ftesën aty, pra ka qenë zoti presidenti Bush aty, foli për Kosovën, pra edhe mënyra se si qëndronte përballë kryeministit Berisha apo përballë profesorit të Shqipërisë asaj kohe, pra këto janë gjëra që ndodhin në politikë. Zoti Duraj, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Ju falenderoj shumë për ftesën, faleminderit. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.